Përshëndetje miq, në kuadër të një rubrike të re që ne do të hapim, e cila quhet Të the historinë tënde, jam në studio sot në këtë episod të parë me Gentiana Kalemin, e cila ka udhëtuar nga Gjermania drejt Tiranës për të zhvilluar këtë bisedë së bashku. Gentiana, të falenderoj që na zgjodhe ne për të ndarë historinë tënde. Faleminderit, edhe unë ju falenderoj nga zemra për mirëpritjen dhe për të ndarë historinë time me ju. Gentian, do na shpjegosh për çfarë bëhet fjalë? Fjalë bëhet për vajzën time 28 vjeçare, e cila është me autizëm agresiv, e diagnostikuar me autizmin agresiv. Kjo diagnostikim ka ardhur në Gjermani, sepse këtu në Shqipëri ishte e diagnostikuar me epilepsi, gjë që atje në Gjermani thanë që nuk funksionon fare, nuk ka lidhje me epilepsinë. Nuk kishte ajo diagnozë. Përpara se të shkojmë tek diagnoza dhe mënyra se si ti u informove kur e morë vesh, pse ti do ta ndash këtë histori, ndërkohë që shumë prindër e fshehin autizmin e fëmijës tyre? Po, dua ta ndaj që prindrit të bëhen më real në jetën e fëmijëve, t'i ndihmojnë sa më shumë, sepse gjëja më e mirë për fëmijën është t'i gjendesh pranë në momentin e dur, në kohën e dur. Terapitë janë shumë të rëndësishme, çdo lloj terapie. Unë këtë dua ta ndaj me prindërit e tjerë, sepse sot është përhapur shumë autizmi, sepse unë s'kisha informacion, sepse vajza ime do ishte shumë herë më mirë në qoftë se unë do ta dija më përpara. Dhe tashti është shumë e vështirë që unë të arrij gjërat që dua me vajzën time, sepse është e rritur. Sa është vajza? 28 vjeç. 28 vjeç. Okej, si e morë vesh dhe tani ti jeton në Gjermani prej sa kohësh? Prej 7 vitesh unë jetoj në Gjermani. Okej. Pra ti e morë vesh kur ishe në Shqipëri? Në Shqipëri jo, nuk e mora vesh. Jo, vetëm në Gjermani e mora vesh. Në Shqipëri ishte për tjetër gjë dhe mjekimet e Shqipërisë ja kishin dëmtuar akoma më shumë trurin. Sepse nuk mund ta kurosh një fëmijë me autizëm me depakin apo me risperidal apo me gjëra të tjera, nuk I mbaj me antilaçet. Po unë deri 10 vjeç ja vazhdova ato, e pash që nuk kishte pikë ndryshimi dhe ato më shumë po e dëmtonin dhe nuk ja vazhdova me ilaçet. Në cilën mosh I filloi problematika? Që 3 vjeç. Vajza ime 6 vjeç është ngritur në këmbë. I ka bërë shumë mirë fizioterapia këtu në spitalin në kombinat. Fizioterapia, kam shtruar 11 ditë aty. Në kushte ekonomike, domethënë unë kisha vetëm 6.000 lekë të rrugës për në Tiranë dhe asnjë gjë më shumë. Aty nuk ishte shtretër, kishte shumë fëmijë të tjerë të smur dhe kam fletur në bërde, domethënë 11 ditë. Po isha shumë e lumtur sepse më ngrit vajza në këmbë 6 vjeç. Domethënë fizioterapia I bëri shumë mirë. Flasim këtu dhe 22 vite përpara. Po. Fizioterapia në një spital në kombinat nuk më kujtohet emri. Ishte gjëja më e mirë, domethënë, ishte gjëja më e gëzueshme për mua. Dhe pastaj si vijoi? Domethënë, ti mendoje që vajza nuk kishte autizëm, nuk të shkonte mendja fare tek autizmi. Jo, unë mendoja, domethënë, një doktoresh atje në kombinat, po nuk pata mundësi më sepse ajo u transferua në Kanada për specializim dhe nuk u kthye më në Tiranë. Ajo më tha Gentiana vazhdo me kopshtet me shkollat, bëhe sa më shumë sociale. Po puna ishte se vajza ime ishte me bebelin dhe në skrapar jo të gjithë e mbanin me pampers një fëmijë 7-8 vjeçe apo 10 vjeçe. Nuk kishte për shembull fëmijët ishin të vegjël në kopësht nga 5-6 vjeç, kurse vajza ime ishte 10 vjeç. Me që mu dha rasti, dua të falenderoj atë edukatoren që Esteri nuk e harron edhe sot. Ishte në moshën 10 vjeçare, Elvira Dyrmishi, më thënë ishte edukatorja që Esteri u përshtat, I shkonte krahun si një fëmijë normal, I thoshte hajde të keqen mësuesja, do ulemi këtu, do bëjmë këtu, domethënë e për krau. E për krau atë si fëmijë, domethënë rrallë edukatore e bëjnë, se unë e kisha çuar në shumë kopshte në skrapar, po asnjë nuk e pranonte. Domethënë tek ajo 2 orë, atë 1 orë, po E kujton edhe sot? E kujton dhe sot që mua vetëm edukatore Elvira më donte. Dhe pastaj si vazhdoi? Se një fëmijë normalisht duhet shkonte në kopësht në shkollë. Edukatorja iku me shtëpinë Tiranë, domethënë ndroi ambient dhe mundova që ta çoja në shkollë, sepse ishte edhe në moshë madhore. Shkollat e merrnin, po fëmijët me autizëm kanë një kështu, domethënë që këndojnë në orë të mësimit, mund ta bëja, mund të fusi dorën në gojë, mund të kthehet mbrapa, ose reagon ndryshe kur mësuesja I vërtet dikujt, domethënë rri urt ose ktheu para.
Domethënë ajo kthente kokën ose mund të bënte pak zhurmë. Dhe mësuesët thoshin që jo, nuk është për këtu. Na ashtu shqetëson fëmijët e tjerë, domethënë gjeni një arsye për mos ta mbajtur. Jo se nuk ma kanë mbajtur, po që shumë pak. Shumë pak mund të them. Domethënë sa ajo u zëmrua, domethënë e ndjeu veten kur një çuni kishte thënë që pse kjo bëhet me jarg ose pse më bëhet kështu, domethënë edhe ajo thoshte, ai më tha mua kështu, domethënë s'po zë emra fëmijësh në gojë. E kuptoj, po. Ai më tha mua kështu dhe nuk bajti me, u mërzit. Do më shpjegosh pak atë ndjesinë tënde. Unë Ky lloj ndryshimi, ky lloj kalvari gjatë. Unë i kam qarë me lot kopshtet e shkollat e spitalet e ku s'kam vajtur për atë fëmijë, ku s'kam pyetur, edhe në Amerikë kam një shoqe dhe i thash që kështu po ndodh me vajzën time. Ishte fëmija im i parë dhe unë, domethënë nuk është se nuk doja ta shikoja, e kam parë edhe shtatzanin, e kam ndjekur te Halim Kosova. I ka thënë mami tim që ti me të vërtetë je nënë e 5 vajzave, po do bësh gjyshe prap me një mbes. Ta mami vetëm të jetë mirë pa kështu. Për të lindur unë linda në skrapar, nuk e dim ku e mori vajza defektin. Unë në lindje, ju dëmtuar një vatër truri, o më mbrapa, nuk e dim se ku e mori vajza, domethënë atë. Dhe gjatë gjithë këtyre viteve ti ke qëndruar me idenë që vajza ka kriza epileptike, se këtë të kishin thënë mjekët këtu. Po, mjekët në Shqipëri këtë diagnozë kishte. Ka epilepsi? Po. Këtë diagnozë kishte dhe kurohesh për të tillë gjë që nuk. Sa vite? Unë thash 10 vite i kam mbajtur medikament për këtë. Pastaj nuk ja dhash më ilaçet sepse e pash që nuk kishte. E kam çuar te spitali ushtarak se thoshin bëj një skaner, bëj një kështu. Edhe nga ajo që ishim 2 femra vetëm me mamin, nuk na futën brenda, ishte privat ai skaner, i tha se a kanë lek këto, tha ai 270.000 lekë të vjetra para 20 vitesh, kur ka qenë vajza vetëm 6 vjeç, më duket e kemi bër. Ka qenë muaj korrik edhe atëre, edhe e kisha veshur me një fustan kështu tyli siç ishte ajo kohë, dhe aty ishte shumë ftohtë brenda tek ajo. Edhe vajza e bëri ato, s'ka asnjë gjë tha doktori. S'ka asnjë gjë tha. E zhjet e kokës ja kanë bër tek një doktor shumë i mirë aty në Tiranë te pediatria, ka qenë një doktor Tani. Vija e para nga skrapari nisësha me autobusin e orës 5, në orën 10 që të kapja orarin dhe dila e fundit. Sepse ai më thoshte jo, Gentiana, ti vërtet erdhe e para, po vajza duhet ta bëj, ta ketë trurin qetësi, një herë dhe ta bëjmë në gjendje gjumi dhe në gjendje zgjuar, që ta shikojmë. Dhe të gjitha këto të nuk të dhanë atë përgjigjen. Nuk më dhanë atë që të doli keq. Pastaj si prandaj unë nuk vazhdova. Ideja për të larguar nga Shqipëria, kush të ndihmoi që të shkoje në Gjermani, kush ta dha këtë ide? Asnjë njeri, thjesht që në 2015 që u hapën rrugët, unë kisha dëshirë të vija. Po problemi ishin fëmijët sepse nuk ishin në moshë që të merra një prokur nga ish burri. Edhe kjo ishte prita dhe çunin sa mbushi 18 vjeç dhe i mora të 2 fëmijët me vete dhe shkova në Gjermani për të bërë një analizë të vajzës që çfarë ka vajza ime, se nuk e kuptoj, nuk u bë si gjithë të tjerët, pse, domethënë pse ndodhi kjo? Nuk e di. Atje mua privatisht më kërkuan 8.000 euro për t'i bërë analizat vajzës, gjë që unë s'kisha me vete, s'kisha ku t'i gjeja gjithë ato lekë. Dhe kështu pranova të dorëzohesha në azil, thash o vdekja o liri, unë thash nuk luaj nga Gjermania pa e vizituar vajzën time, pa marrë diagnozën e saktë. Dhe vendosa të dorëzohesha nga në azil me gjithë vajzën time. Qëndrova atje? Qëndrova atje. Fillimi ka qenë shumë i vështirë, sepse asgjë, unë dija vetëm pak anglisht për të komunikuar. Po ja dola me diagnozën dhe me vajzën. Momentin e parë që mjeku të tha që vajza jote ka patur dhe ka autizëm, pra është në spektrin e autizmit. I thosha si ndodh, tha i mi shpjegoj, më tregoj një libër psikiatrie, më tha që mënyrat e trurit si funksiononin. E më tha lëshoj, mbaj ti, do ta mbaj unë në krevat. Do me thënë, duket në reagimi nga testet e trurit që i bënin nëpërmjet lodrave, nëpërmjet çka kap ky fëmijë. Çka kap ky fëmijë, do me thënë është esteri, do me thënë për një njeri që se një reagon ose nuk e di, i dallon njerëzit me fytyrë të parë, do me thënë kush e do dhe kush nuk e do, nuk e di e ka atë idenë kështu.
Flet me ty? Flet me mua. Cilat janë bisedat që bën më shpesh? I pëlqejnë udhëtimet me tren, ka shumë qejf së dali, të gjezdisje, sado është me këpucë ortopedi, se një këmbë nuk e eth mirë këmbën e majt. Lodhet, i pëlqejnë Luksemburgu, e kam çuar 2 herë me tren, se jemi afër me Luksemburgun. I pëlqen të shkoj te Tezja në München, se kam dhe një motër andej. Se një pëlqejnë udhëtimet, po trenat i ka shumë qejf në përgjithësi. Një forme ose një tjetër, estrit i ka ndryshuar jeta apo jo? Po. Gjermania i pëlqen. I pëlqen, do të jetoj atje. Ka turp, domethënë kur e çon nëpër lokale, i pije ndonjë gjë, po jo unë nuk dua thot në shtëpi. Do mund t'i marr një lëng ose një shishe, po ka raste që e pi kur është me njerëz që i njeh, po me njerëz të tjerë është ndrojtur. Për shembull, ti jemi në një vend që ti jemi në një vend të takojmë diku bashk. Për shembull ti thoj ta takoj pak, jo, nuk pranon. Ose ti thoj, për shembull, ti jap një çokoladë vajzës tënde, ajo atëherë mund të bëhet agresive, mund të shkuli flokët, që pse ma dha mua ajo atë. Asaj mund t'i hahet, po nuk do që t'i japi dikush tjetër, se e mendon si ofendim, nuk e di pse këtë. Kudo që jemi, shumë njerëz afrojnë, domethënë dhe në Gjermani, afrojnë domethënë ose në autobus ku jemi, t'jap 2 haribo ose një çokoladë, ja carot jo, unë nuk dua, thotë edhe fillon pastaj i bie kokës ose do shkuli flokët. Këtë ka ajo, këtë nerv ka. Çfarë si e shohin mjekët sot Esterin dhe si e shohin vazhdimsinë e saj, çfarë të thonë? Mjekët në Gjermani njërë 3 muaj i shikojnë rregullin e ilaçeve, ajo merr ilaçe qetësuese, nuk merr ilaçe shëruese. Haroje, më thanë, ilaçe shëruese nuk ka. Shërimi është koha, natyra, terapia për këta fëmijë. 99% bëhen. Nuk është se nuk bëhen zotët e vetes. Por kjo është, domethënë terapi, pa terapi nuk arrin dot asgjë. Esteri kohën e ndan me mua, zgjohet në mëngjes, unë pi kafe, ajo pi kakao. Pastaj thot mami, çfarë do bëjmë sot? I them, do gatuaj, do dalim ku do shkojmë në market, thot, kemi fruta? Domethënë frutat i pëlqejnë shumë lule shtrydhet. Edhe i them unë mirë, ose thot do dalim në një qytet, në Saarlouis ose në Saarbrücken. Kërkon vetë, domethënë. Kërkon vetë. I them po për ditë do dalim, kaq do bëjmë. Domethënë i them ose nuk merret me telefonin, ose nuk shkruan, ose nuk ka dëshirë të bëjë. Po ka filluar domethënë se përpara kishte turp edhe me telefonin. Tash si nga ajo që unë bëj video në Instagram, pak video të shkurtra e kështu, që flas për autizmin. Më tha një ditë mami do dal dhe unë. Okej. Edhe doli me mua. Atje në atë, thash si do reagon, të adorin të mirë, i thashun, më tha mua, mami, unë të flasa kur flet ti, tek ballë për ballë me telefonin? I thashun, jo, ti nuk duhet të flasësh, se duhet të dëgjoj të zërim. Thashun, atje, që të themi, thashun, për fëmijët e tjerë, thashun për autizmin, po jo për mua, tha, nuk do flasësh për mua, se i vjen pak turp. Nëse Esteri e sheh këtë intervistën tonë? Do shikoj mami ku ishe ti. Okej, nuk do mërzitet. Jo, nuk mërzitet. Jo, nuk i pranon gjitha këto që fletë dhe këto kështu. I bëhet qefi, domethënë. Mënyrat më të bukura të asaj janë, domethënë. Unë them që çoje sa më shpesh në Luksemburg, aty ku ka dëshirë me trende të i pëlqen shumë, po. Ndonjëherë se unë nuk rri gjithmonë e lyer, e rregulluar, rri sa më shumë thjesht në shtëpi ose kështu. Ndonjëherë kur më fton një shoqe, për akullore ose për një gjë, për shembull si Migi. Migi është një shoqja jone për bashkët, e përshëndesim. Nuk di çfarë të them, për mua më është ngjetur pranë. Edhe bëjmë gati unë, po nuk e marr Esterin, se Esteri ka turp shumë ta ha akullore. Unë ndihem keq, unë të ha dhe të shikoj. Në shtëpi ha, po në lokal kështu e ka turp. Edhe vishem, u rregullohem me kështu, e më thotë mua, ku do vesh ti? Po jo, ka qef kështu që të vishet edhe. Këtë kam që nuk i pëlqejnë fustanet apo fundret apo kështu. Po s'ka gjë pantallona. Po, me pantallona po. Po, pantallonat i pëlqejnë, po me fund nuk e ndjen veten rahat sepse nuk është e zonja e vetes e kështu. Pantallonat i pëlqejnë, se të shkurtra si të gjata kështu. Vishet i pëlqejnë, t'ia rregullosh flokët edhe kështu. Tash t'ia kam prerë, sepse mënyra që i shkul është e dhimbshme edhe për atë dhe për unë kur e shikoj që e ka bërë kokën ashtu vende, domethënë jo mirë. Është e dhimbshme. Ke një mesazh, një thirrje për prindrit e rinj kryesisht? Për prindrit e rinj mendoj se duhet t'i ndjekin fëmijët, mos të kenë turp për atë që ka fëmija, ta ndjekin sa më shumë në terapitë e tyre. Një hap i vogël sot bëhet dikush nesër më i madh. Duhet t'i mirë kuptojnë, duhet të kenë besim te fëmijët e tyre.
Nuk duhet i krahasojnë asnjëherë me të tjerët. Pse djali i këtij është më mirë ose pse vajza e këtij është më mirë. Asnjëherë krahasime. Krahasimet nuk duhet i bësh as me fëmijët normal, jo me fëmijët e spektrit të autizmit. Unë mendoj që kjo është mënyra më e mirë, çdo terapi ka kuptim, ka sado e vogël të jetë fëmia eth një hap fare. Nuk është vetëm logopedia të flasi apo të kështu. Ka terapi në Gjermani, noti, muzike. Noti kam dëgjuar që i bën shumë mirë. I bën shumë mirë noti, po vajza ime ka frikë sepse deri 18 vjeç nuk e para asnjëherë detin. Asnjëherë, mundësia ekonomike dhe punoja në një restorant asaj kohe. Edhe s'kisha mundësi as ekonomike, kishim marrë një restorant me kredi dhe duhet punoja non stop 24 orë për të larë kredin dhe për të larë. Edhe i la fëmijët pas dore. Shumë. Po jam bërë pishman për atë punë sepse e lash vajzën time pas dore. E lash unë si nën, po nëna me gjyshin ja plotësoni gjitha kushtet, po nuk është njësoj si ta shikoj nëna dhe gjyshi dhe nëna vet mos të merret me gocën. Është shumë e vështirë, sidomos kur bënim dhe te restoranti im kam bërë shumë mbrëmje rinore, gjimnazi, bënte 15 vjeç dhe 18 vjeç. Dhe kur shikoja moshatarët e vajzës time që festoni ditëlindje edhe bënin, dhe e mbaja dhe vajzën atje. Thosha vajza ime sot do festonte dhe ajo, do ishte sot maturante dhe ajo. Me thënë çdo matur e kam qarë, me thënë për fëmijët i uroja me zemër që çdo fëmijë të ishte i mbar në jetë. Edhe të kishte diçka, po prap kur shikoja vajzën time thosha, pse? Do ishte dhe vajza ime sot maturante, do ishte me shkollë, do ishte dikushi. E vrat shumë mendjen time që pse nuk çava më përpara për vajzën time. Do ishte dikushi sot. Si do që t'jetë, do ishte zonja e vetes. Jam shumë vonë për vajzën time, domethënë jam kujtuar shumë vonë. Por gjithsesi, diçka ka ndryshuar. Ka ndryshuar, po. Ka ndryshuar. Dhe doktorët janë në vitin në vit, janë optimist. Janë shumë mirë me oraret, me vizitat, janë shumë të mirë, shumë komunikues. Nuk janë racist, si shprehin ca e ca. Për mua, kanë goditur si mjeku familjes dhe si mjekut që vizitoj Esterin, janë shumë të mirë, shumë komunikues në radhë të parë. Esteri do, kur bën vizitat me po, me zipret të shkoj atje, të takoj. Më pyet edhe si e ka emrin doktori që do më shikoj sot. I them unë shef Bernardi, se kështu e ka. Ata i thonë miser dhe Ester, kjo ka turpe dhe ullë kokën. Qa do bëjmë këtu ne mami, qa do bëjmë këtu? I them unë jasit në thoj doktori. Ose i di dhe emrat e ilaçeve. Mami, kë kam unë për në darë? Kam neurocinën apo kam këtë tjetërën? Më thënë i kërkon vetë ilaçet që tjetë e qetë për natën për të fletur gjumë. Edhe ajo do e kupton që e kupton dhe me thënë që ka të nevojshme atë ilaçin. Nuk duhet mërzitesh, Gentiana, sepse të paktën ti e ke bërë atë përpjekjen tënde, ndoshta nuk e qenë në kohën e duhur, s'kam qenë në por sot ti ke rregulluar diçka, ke bërë diçka për Esterin. Po. Dhe ajo që më bën përshtypje mua është që shikoj një shkëlqim në sytë e tu, që e ke atë forcën të nënës, të gruas, atë misionin që ti ke sot. Në Gjermani, për shembull, me çfarë merresh apo e kalon komplet kohën me Esterin? Unë e kaloj me vajzën, lexoj libra, ka dhënë ajo psikologja, siç të thash, libra për autizmin. Merrem vetëm me vajzën se vajza ime, domethënë do një grup moshatarësh që të jetë në moshën e saj për të vajtur ditë për ditë në terapi. Edhe ne tash po shikojmë se ka qenë shumë e vështirë për tu përshtatur, se vajza ime edhe nuk kupton gjermanisht. Ndaj duhet të jem edhe unë gjithmonë me të. Edhe kështu. Si ju përgjigjet shteti gjerman? Se besoj se kjo është pyetja që e bëjnë të gjithë prindrit, domethënë se çfarë nuk e gjejmë dot. Ktu ndoshta kohët mund të kenë ndryshuar. Edhe mjekësia mund të ketë qasje tjetër ndaj autizmit, por prap nuk është besoj në nivelet e shteteve si Gjermania apo Italia. Jo, këtu mundësia ekonomike dhe më vjen keq fëmijët këtu me autizëm apo me në spektrin ndryshe, shteti i paguan shumë pak as për nevoja personale, mund të them. Andaj shteti u jep fëmijëve lek terapi që ja u paguan, u jep karta autobusi që të lëvizin pa paguar. Domethënë ka shumë të mira. Ka benefite, po. U jep ndihmë, po, edhe pampersit ja u jep falas. Janë ka shumë të mira Gjermania.
Ka shumë të mira. Fëmijëve atje nuk u mungon gjë, si fëmijëve normal dhe këtyre fëmijëve të sëmur. Nuk u mungon gjë. Shteti është social. Ti tek pjesa e dokumentacionit me shtetin është okay. Po, pra. Do të thënë qëndrove në azil disa kohë, 7 muaj në azil. 7 muaj dhe pastaj more shtëpinë, si funksionon? Pastaj, po. Unë fillimisht kam qëndruar 7 muaj në azil. Pastaj, para se të binte korona, vajza ime pati kështu një agresivitet në dhomë. Dhe mua më çuan me urgjencë në spitalin ku ajo duhet ishte. Dhe atje mjekët filluan analizat. Unë i bëra në fillim kur vajta, po nga ajo që s'kisha dokumentacion, nuk i dha shumë rëndësi, se kishte edhe probleme me dhëmbët vajza ime. Sepse një dhëmball pjekurie kishte hequr në moshën 18 vjeç dhe nuk kurohesh nga goja sepse kishte shumë frikë dhe nuk kishte njeri nuk e merrte njeri përsipër. Kurse në Gjermani ishte kam hapur syt, po të thema, e morën përsipër gojën e vajzës. Ishte prishur 13 dhëmbe dhe dhëmball. E pranuan dhe operacionin që unë s'kisha as dokument, as lek, as gjë. Dhe ata i rregulluan disa letra që ky fëmijë, përveç se i sëmur, ka nevojë për një operacion urgjent për gojën. Me narkozë. Dhe ja bën gocës operacionin dhe pastaj më mbrapa ka vënë protezë. E ka dhe sot shumë mirë, por që do të them pas një kosto leku të shpenzuar nga unë, po gjitha shteti. Gjitha shteti. Dhe pastaj ju transferuan një banesë? Po pastaj na transferuan në spital kemi ndëtur goxha kohë, një muaj e ca. Atje kishte vend ku qëndroje, ka përshtypje, nuk ishte si spitali. Dhoma kishte dush brenda, tualete, ushqim, çfarë të doje, të sillte një katalog unë javës dhe thoshte çfarë ha vajza jote dhe çfarë nuk ha. Ti duhet na thuash neve, do me thënë bëj me kryq. Këto që ha vajza dhe këto që s'ha vajza, do me thënë që ne të dim që vajza jote të ushqehet, jo të rripa se ha këtë dhe të rripa ushqyer. Ishte shumë mirë, edhe për ne prindrit. Do të thënë për mua s'kishin detyrime, po dhe mua më jepnin për të ngrënë, do me thënë sepse isha me vajzën. Mbas atij muaji, do me thënë, na kaluan ra korona dhe neve thanë vajza nuk mund të kthehet më në azil, me problemet që ka, do jetë shumë e vështirë për Esterin të kthehet prapë në azil, ndaj duhet të bisedojmë me një bashki që kësaj nënë edhe këtij fëmijë t'i jepet një apartament i vogël ku t'i jetoj, sepse për vajzën do ishte më mirë. Pas ti aty kuptove që jeta jote po ndryshon. Po. Edhe Esteri normalisht. Po. Besoj se ka pas edhe ato copsat e veta të lumturisë, se gjithë ky rrugëtim, pra ti le pas një Shqipëri, le pas një punën, gjitha zero. Njerëzit i le pas dhe tani ti nise një jetë të re. Po. Ku edhe sot jetoj atje, po. Jeton me Esterin, dhe me lajme të mira her pas here për Esterin, kam përshtypjen. Ke marrë përsipër të ndash informacione në rrjetet sociale në lidhje me autizmin, për ndjesinë në nënës, të edukosh dhe të informosh me aq sa ti di dhe ke provuar. Nuk po themi që është informacion mjekësor i verifikuar, nga jeta ime personale, por thjesht një histori personale që ti ke zgjedhur ta ndash me ndjekësit. Si është impakti tek njerëzit? A të shkruajnë njerëz? Po, unë kam hapur faqen time në Instagram. Një faqe time, nuk është se kam, do me thënë, këtu për video dhe këtu për këshu, që flas për autizmin, sepse njerëzit më kanë shkruar mesazhe që ka të tillë që thuan jo se ka epilepsi, jo se ka autizëm, po mund ta ketë diçka tjetër, edhe këtu nuk është se kam sqaruar vetëm kaq që ka 128 lloje autizmi. Këtë më ka thënë mjeku vet, më ka dhënë dhe librin që un kam lexuar dhe kam parë. Me thënë, shumë autist kanë qef sportin, shumë flasin shpejt, janë shumë të ndryshëm nga njëri tjetri. Varet se ku e kap, se kë kap. Disa u kap trurin, do me thënë, disa të folurën, disa dëgjimin, disa turpin, vajza ime është dhe turpshme, kupton? Edhe nuk e di. Disa thonë faleminderit për informacionin, disa ka lloj-lloj. Do me thënë njerëzit të reagojnë. Reagojnë në atë kuptimin. Unë mendoj se është gjë e mirë që ti informosh njerëzit, sidomos sepse në vitin 98 apo 99 nuk njihësh fare autizmi. Shumë pak njihësh autizmi. Unë kam lexuar dhe shumë libra edhe nga Shqipëria dhe dua të falenderoj pedagogun Edmond Tupja,
Do me thënë, tek libri ati unë e kam gjetur shumë veten. Se që ai kishte kaluar me djalin e tij, unë e kam kaluar me vajzën time. Sa herë që e lexoj librin e atij, sa herë qaj, do me thënë. Dhe vajza ime nuk doa që unë të qaj. Kjo është e keqja, unë nuk qaj dot në sytë asaj, se ajo preket dhe ajo, mami, po ti pse qan? Të pyet. Më pyet, po ti pse qan? Ne i them, lexoj këto dhe nuk di si ta sqaroj për momentin. I them unë, pa ashtu kot. Prekem. Ajo prekem. Ajo nuk do që ti të Nuk do, mërzitesh. se na njëherë kur ajo qano që është agresive dhe unë nuk di çfarë të bëj, na njëherë edhe unë qaj edhe mos qaj, pse qan për mua ti. Më thot mua, më kthehet. Po jo, nuk qaj për ty, i them, nuk qaj për ty. Po pse qan? Të dhëm koka, më thot mua. Se na njëri them, unë më dhëm koka Ester, nga migrena, të lutem pusho. Esterit i pëlqej shumë dhe telenovela turke, i kanë ngelur që në Shqipëri dhe gjatë ditës i shikon ato në televizor. Po i them, ço me Ester, bëj diçka ose shkruajmë se kështu, nuk më pëlqen, nuk dua, ose telefonin i pëlqen ta shikoj, unë ta shikoj dhe ajo e shikon me mua, po jo të merret me diçka. Duart i ka problem. Nuk do. Nuk do. Më përpara ka ngrënë dhe vet buk në fillim kur vajtën, pastaj u acarua, u mërzit, nuk e di që me gojën, e përjetoj keq këtë heqjen e dhëmbëve, derisa vuri protezën ngela pa gojë, se duhet ishte 6 muaj ose 1 vit, sa ai fromi i gojës, do me thënë ti rregullohesh, ti forcohesh, pastaj mjekët duhet i vinin protezën. Edhe atë e ka përjetuar shumë keq. Si duket edhe prej... O dobësua 10 kg, 15 kg por, shumë. Edhe unë me raku, me mjekët e familjes, pastaj ata vini dhe në shtëpi më kanë vizituar, do me thënë thosha unë mërzita shumë atëherë edhe vetë, po pastaj ndryshoj. Me të vën goja nuk zua. E kemi larg, mami, thosha unë se mjekun e gojës e kemi 40 kilometra larg. Edhe do kapim tren, autobus dhe kështu, edhe tha, mami, e kemi shumë larg atë, po rëndësi ishte e gëzuar, e lumtur. Si reagon ajo kur është e lumtur? Si e kupton ti që ajo është e lumtur? Qesh, llafoset me vete shpesh. Flet me veten e saja. Me thënë, los, kështu me veten e saja, qesh, reagon, llafoset, kur kthej kokën unë që e dëgjoj, tak pushon. Do me thënë, nuk do të jetë në qendër të vëmendjes. Nuk do të fshej gjithmonë emocionet. Nuk i pëlqejnë shumë fotot. Nuk do, i them, hajde bëjmë mami një foto të bukur. Jo, kam turp, nuk do. Ka turp, është e turpshme. Është e turp, nuk do. Gentiana, cila është frika jote më e madhe? Frika ime më e madhe është çfarë do bëj ajo kur mos jemi në mes, si nën, domethënë. Ndoshta e mendoj dhe se mendoj këtë, se them me kalimin e viteve do bëhet e zonja e vetes. Me rrugën që kemi nisur, besoj se po. Ka dëshirë të mësoj? Ka dëshirë. Gjëra për të bërë për shembull. I pëlqejnë shumë, domethënë udhëtimet edhe kështu, jo se do të merret vetë me diçka, të bëj diçka, domethënë kështu, po i pëlqejnë, domethënë të jetë në kontakt me njerëzit, me kështu, domethënë të shikoj më shumë, do po kështu vetë nuk flet, nuk flet. Flet, po flet në shtëpi me mua, jashtë jo. Gentiana, të falenderoj që ndave historinë, nëse ti ke diçka tjetër për të thënë, sepse realisht kur flasim për histori personale, është pak e vështirë të ngacmosh në plagën e dikujt, ndaj dhe unë nuk dua dhe madje më duket të tepruar dhe pyetjet që kam bërë. Jo, ndaj të kam bërë gjatë gjithë kohës që më shumë të shprehesh ti edhe të japësh ti atë mesazhin tënd edhe për ndjekësit tanë. Nëse do kesh diçka për të shtuar, apo një porosi për të dhënë, apo një thirrje për të bërë. Mesazhi im është për gjithë prindrit që për këta fëmijë mos të lënë asnjë gjë mbrapa, të jenë sa më të kuptueshëm, ti pranojnë në çdo vend që vjen, ti besojnë, sepse ata do të arrijnë diçka, do bëhen dikushi në jetë. Mos ta kem fare këtë frikë, do bëhen dikushi. Pavarësisht nga ajo që janë edhe që vuajnë. Duhet t'i pranojmë ashtu siç janë. Se shumë në jetën reale sot i bullizojnë ose nuk i pranojnë. I rastis ndonjëherë me rast bullizmi?
Po, kemi rastisur pra në Shqipëri që Në se pranonin Shqipëri. kopshtet shkolla, thoshte vajza më shau ai, mami më shau ai çuni, mami më tha kështu, më tha ashtu. Derisa vajza nuk shkoj më Kurse universitet. në Gjermani është krejt ndryshe. Edhe pleqt që janë plej gjerman në autobus i respektojnë këta fëmijë, u ofrojnë diçka, të lirojnë vendin në autobus dhe shoferët janë shumë të rregullt të autobusit. Kam rastisur një herë ka qenë drek dhe ishte mbushur plot me nxënës shkolle. Edhe vajza ime ka shumë problem këtë po zgjet i vend në autobus ose në tren. Thotë unë dua edhe acarohet. Ai e shikon kartën behinde të fëmijës dhe pa autobusin plot dhe aty u ngrit në këmbë, ndaloi autobusin dhe u bëri një thirrje fëmijëve. Tani duhet të lirohet një vend për vajzën, ata direkt i hoqën çantat dhe direkt japën vendin. Domethënë janë shumë të kuptueshëm fëmijët gjermanë dhe kështu domethënë tak direkt. Ose nuk e shikonin me ato syrin që që çai ka ndodhur kësaj ose pse i ka flokut kështu, ose pse bërtiti ose pse kështu, se thot Esteri kur i bën atë mami sa stacione kemi për të bërë. Edhe sa arritëm, do të zbresim këtu ose kështu, e ngret çik zërin më shumë se sa duhet. E qartë. Po fëmijët aty janë të mirë kuptueshëm dhe fëmijët dhe çdo lloj moshe në Gjermani. Unë edhe komshit Gjermani kam shumë të mirë. Si është marrëdhënia me komshit aty? Shumë mirë. Tash Ester, ti po na habit se për gjermanët na kanë thënë që janë njerëz të ftohtë. Jo, e kanë shumë gabim. Varet ku ndodhet shumë Ka shqiptar atje përveç migit që njohim bashkë. Ndoshta edhe ka, po nuk kam shumë të shoqëri tjerë, ti? kam vetëm një grua nga Kuksi që e kam njohur në azil, me atë kam mbajtur kontaktet edhe tani, është një familje shumë e mirë, nderuar, respektuar. Do të thënë origjina në Kuksi, pa janë në Tiranë. Nes burri asaj ka qenë gazetar, nuk e di ku ka punuar gazetar. Sot janë në Gjermani. Sot janë në Gjermani dhe janë shumë mirë, kanë një familje të madhe, janë të punësuar të gjithë, janë rritur, i kanë fituar dokumentat edhe ata me azil. Do të thënë me këta kam shoqëri. Po që marrëdhëniet me gjermanët janë nuk është si në Shqipëri, kam dëgjuar që nuk të thonë më as mirëmëngjes, kurse atje e thon Guten Morgen, Gentiana, ose mirëmbrëma, ose kalojnë gjithmonë të përshëndesin. Halo, përshëndetja është ditë për ditë. Edhe mua dhe Esterin, pavarësisht se Esteri suflet, ata flasin ose në market kur takohemi me komshinj. Përshëndetje, keni bler gjëra, po. Edhe unë, edhe ju, domethënë janë shumë të mirë, shumë komunikues komshinj. Ndryshon. Po. Janë shumë të mirë. Unë jam shumë e lumtur me jetën në Gjermani, njerëzit gjermanë më pëlqejnë. Doktorët e vajzës më kanë goditur shumë të mirë. Kjo është e rëndësishme. Kjo është e rëndësishme. Me Nuk do ta largimin krahasoja kur më fal që ta provoj fjalën Shqipërinë me Gjermaninë asnjëherë. Sado që kam pak vite, jam bie këtij vendi. Kam punuar 20 vjet në restorante e njohur, të mirën, të keqen, më ka rastisur që të kem të bëj me çdo lloj personi. Me çdo lloj personi. Po, prap, edhe me mjekët, kam njohur shumë mjekë, shumë kështu. Për gjithë kam respekt për punën e tyre, po më vjen keq për vajzën time që nuk i dhan drejtimin e dur dhe rrugën e dur. I respektoj asnjë se të stili e di vet kur i thon, po që të merr malli për Shqipërinë Gentiana? Më merr se kam prindrit, kam dhe çunin këtu. Okej. Djali nuk është përshtatur me jetën në Gjermani. Jo, po besoj se do vi, së shpejti këtë vit e ka në plan të vi. Okej. Këtë vit e ka në plan të vi. I do aty afër ti kesh. Po, patjetër. Po, dhe ai merret me rafting, është në skrapar. Për momentin i pëlqen puna që bën. Jam shumë krenare edhe për djalin tim që ka arritur diçka. Është bravo, jam krenare për atë. Rëndësika e kam mirë në shëndeti dhe ai është i shkatët, është i mirë. Dhe merret me diçka shumë interesante. Po, që e ndihmon edhe me ato militar, me këto gjërat kështu. Me turizëm, me turizëm, me turistët. Është shumë e bukur. Madje unë do të sugjeroja mos e merr fare andaj, por lër djalin në Shqipëri, përderisa po shkëlqen në këtë. Po, në këtë fushë ai po shkëlqen, edhe është mirë. E kam me dëshirë punën. Diçka që dëshiron vetë. Unë si nënë e kam frikat punë që kam marrë. Po mirë, se nëse zakonisht prindrit instalojnë te fëmijët frikat e tyre, por që fëmia është ka pasion dhe i pëlqen ajo puna që bën. Kështu. Gentiana, të falenderoj shumë që ishe pjesë e kësaj bisede. Shumë faleminderit dhe juve. Edhe uroj shumë që Esteri të jetë më mirë. Faleminderit. Dhe ti kesh sa më pak lodhje. Faleminderit shumë. Edhe unë ju falenderoj nga zemra për podcastin, për këtë që keni krijuar dhe që keni bërë.
Shpresoj të shihemi prap me kismet. Patjetër. Dua të ndajmë me thjesht ju. sinqerisht Kur Esteri të bëhet më mirë edhe kështu, ndoshta një herë tjetër mund të jemi me shumë Esterin kënaqësi këtu. madje, me shumë kënaqësi ne atë duam. Po. Dhe ky është qëllimi, që t'japi mesazhe sa më të mira për Gjithë shoqërinë. prindërve që kanë fëmijë me autizëm, ju uroj më të mirat, ju uroj mos të lodhen asnjëherë, të bëjnë më të mirën e mundshme, se çdo fëmijë do ja dali. Besoj se do ja dali. Ja, një model force. Një nën që nuk ka zgjedhur të lodhet, por ka zgjedhur të jetë modeli i forcës. Se nëna zakonisht vetë është e fortë, po kur ka edhe një ngarkesë tjetër shtesë, njeriu bëhet i fortë, Gentiana. Do t'i përgjigjet. Po. Të vjen forca vet. Ju falenderoj.